Summiti aktual që do zhvillohet është si thua, i financuar por dhe nga burra biznesmen, që duan domethënë që të promovojnë gruan me vlerat e saj në shoqëri. Ashtu ë? Po. Bravo. Presim rreth 300 pjesëmarrës që të jenë pjesë e këtij summiti, i cili do zhvillohet tek Plaza në Tiranë. A ka gra që kanë dëshirë mu bashku në këtë klub, po nuk i le burri? Kur vin tek ne nuk e thon këtë gjë. E vetmja pjesë që mund të kërkojnë që okay, është gjithmonë dhe mirë kuptuese nga ana jonë, sepse ne nuk duam që të jemi përjashtues, na bën përshtypje interesi që ato kanë dhe tolerojmë. Pra ke këto paketa që nëse jepet mundësia për shembull që ti shikojmë që pagesat janë për shembull jo ndoshta të menjëhershme, por pjesë për t'i dhënë mundësi që të vinë të Sa është antarësia vjetore në Global Women? Varion. Nuk është nga pesha biznesmenët, varet se çfarë kërkon, më kupton? Sidomos kjo paketa influencës,